Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ne pra thamë që në fillim të Ramazanit, inshallah pak ma tepër kena me fol për punën namazit, inshallah Allahu dhul Gjelal na drejton dhe na ban për atyre që ka e falë namaz rregullisht dhe pa e nda. Mas pari herë pra, po du me përmend një çështje, e cila çështja është se musibeti më i madh apo fatkeqësia më e madhe apo humbja më e madhe për ummetin islam është vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye se pejgamberi akon mbrojtja e jonë, akon udhëzimi jonë, edhe akon krenaria jonë. E me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, normalisht që ka shkuar mbrojtja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka shkuar dhe thot shumë gjona të cilat i kena pas prej tina, po inshallah Allahu dhul Gjelal na ndihmon. Për shka po e thu këta, po e tham se Allahu dhul Gjelal në Kur'an ka thonë lekad kane lekum fi rasulillahi uswatun hasana. Allahu dhul Gjelal e ka bo pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shëmbëltyrën më të mirë për neve. E kur kena pas për da një nevoj, da një sen, e kena pas shëmbëltyrë, po tash se kena. Dhe na ka hub dhe thët jërneki. Limen kane jërgju Allahe wal jomil akhir. Për që atë njeri që ka pëndon më utaku me Allahun dhul Gjelal, edhe shpreson se një dit duhet me dalë për para Allahut dhul Gjelal. Wa dhekër Allahe këthiren, edhe e përmend Allahun dhul Gjelal shumë. Ashtu që na të gjithë pra shpresojnë që një dit kena me dalë për para Allahut tonë, edhe inshallah Allahu dhul Gjelal na i ban nasib që me pa bukurin e tina, edhe jemi pjatinëve që ka besojna që një dit duhet me dalë për para Allahu dhul Gjelal edhe me dhanë llogari. Inshallah Allahu dhul Gjelal na ban për atyre shka e përmendim Allahun dhul Gjelal. Po du me përmendën se çka ka qenë fjala e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo porosia e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po du me tregue se çysha konën fundi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Namazin e fundit që e ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me xhamatin e vet, akon namazi i drekës, ditën e ejte. Të thot namazi i drekës, ditën e ejte. A majtët men vëzë? Masanena, pas kësajna, ju ka shtua dhimbta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mos ka mujt me dalën mihrab. Po e ka porosi që për me dalën mihrab, kush Ebu Bekr e Sidiki. Dhe thot ditën e ejte në drek. Masani, dita e gjumo, dita e shton, dita e dil, edhe ditën e han, ka dhonë emanetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi gjatë jetës tina, s'pas ka mujt dhe thot me dal imam në mihrab, dhe thot sa 3 dit, pse se e paska ka pluhet dhe thot smundja e madhe. Ashtu që dhe thot që do 3 dit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mujtën me dal. E ditën e han në sabah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke kon ismu qashtu, shpijen e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjithë me xhamin e vet. Do të faktikisht ka dalë që pikë kësaj dere me dalë këto në xhami. Që sikur këto me pas derën na.
sot që ata që kanë shku me vizitu xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ati ku është vorri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ati akon oda e tina. Ka pas nën oda për rreth xhamijës e njëna për qatinve odave, akon oda e Aishës radiallahu anha, e në fund tjetës tina akon të oda e Aishës. Edhe s'ka pas luksus të madhë shumë, që ku sot shka kina delë, blidume, esene, këti qka ava një bezë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tërhek pak bezin për mi pa shokët e vetë duke e falë namazin e sabahut. Edhe kur i shef, ju bohët shefi shumë. Dhe thot kur i shef duke o falë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja vlen një porosi. Qaja porosia që ja kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila është as-salah wa ma malakat aymanukum. Shka dhe me thonë, ta keni kujdes namazin, ta keni kujdes namazin edhe të kujdeseni për ka, për ato shka janë nën mbikëqyrjen e juaj. Dhe thot kush është nën mbikëqyrjen tonë, mas përja është gruaja jonë, mas e janë evlatët tonë. Dhe thot shka, na dhe thot du të më konë ato shka kujdesemi për gratë tonë, a falen apo nuk falen, edhe për evlatët tonë, a falen apo nuk falen. Dhe thot shka, na jemi ato shka kujdesemi. Ashtu që këtë përshkrim shumë mirë e ka zonë Enes ibn Maliki, radiallahu anhu. Enes ibn Maliki, kush akon? Akon shërptori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, akon Enesi i vogël. Edhe nana e Enesit ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e i ka thonë që pesho që nuk i fëmijë të vogël, a zakonisht një fëmijë i vogël duhet ka shtëpia. Jo me shku të dyqan, jo me ta kryda një punë, jo ku e dim në shka. Dhe të zakonisht fëmijët krynë shumë punë të mëdha që na nuk i shohmi. Edhe i ka thonë, ban dua për këtë gjalin tem. E ka bon dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Enes ibn Malikin, edhe ka thonë o Zot shtoja jetën, edhe shtoja e flat, edhe shtoja pasunin. Edhe është njëni pi sahabeve shka ka jetu mas gati, edhe është njëni pi sahabeve shka bashkja e hurmave tina 2 herë vjetë ka po hurma, edhe është njëni shka ka pasën e vlad mas shumëti, me duajnë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ki, shka po thot, enna Eba Bekër kjani yusalli lahum fi wajhin nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot, Ebu Bekri ju ka pri muslimanve kur akon i smut kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi tuwaffa fihi hatta idha kana yawmul ithnain. Tek tërti sa ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ishte ditë e han, ditën e han. Wa hum sufufun fi salah. E ato ishin saf për namaz. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر هجرته. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngriti perdën e sobës vetë për me pa xhamatin. Wa huwa qaim, kana wajhuhu warakul mushaf. Ju kishte bën ftira pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur letra e mushafit. Çka do më ke vell pi dhimbtave të vdekjes. Thumë të beseme. Pastaj busqeshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pa dhe thot gjematin e vetë. Fahuma anë naftina min al-farahi bi ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Edhe u gëzum na shumë që për nakshir pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa naqasa Abu Bakr ala akhibay. ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج. Pasani Abu Bekri mendoi se mos po don pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dal imam. Apo
فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أنا باني ما إشارة بأمير صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم që ta plotësojna namazin wa arha as-sitra fatawaffa min al-yawmihi e pastaj e msheli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe çat ditë ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thot punën e fundit çka e ka bën, çka është, do thot që ju kanë kënaqur në syt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i pa gjematin saf duke e falë namazin e sabahit edhe ja ka bo me isharet Ebu Bekri dhe me këqi plëtsojti namazin se s'ka mujt mo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fjala e fundit çka e ka përmend dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cila është hadithi i Imam Ahmedit ku thot se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalën e fundit as-salah, namazin ta keni kujdes, namazin ta keni kujdes, wattaqullaha fima malakat aymanukum, edhe keni kujdes pra për ata të cilët janë në mbikëqyrjen e juaj. Po ashtu ka dhe hadithe tjera shka vinë me njëjtin kuptim, as-salah wa ma malakat aymanukum. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë keni kujdes për namazit edhe ata të cilët janë në mbikëqyrjen e juaj. Transmetohet edhe prej gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ummi Salamës se fjala e fundit që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin ta keni kujdes edhe që të shka e keni në pronësinë e juaj. Dhe thot që kjo është porosia e fundit që e ka thonë kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na o vëllezër sot çka bojna? Për shembull kena qef me festue ditën e Miraxhit. Për shka kena qef me festu ditën e Miraxhit? Se krejt obligimet që ka I kena farz, sikur shka është Ramazani, sikur shka është zeqati, sikur shka është haxhi, krejt obligimet që ka janë, sikur shka është respekti për shembull ndaj babës e nanës, sikur shka është do të thotë obligime tjera që ka kemi, janë bën farz ku në tokë, ndërsa puna e namazit është bën farz ku në qiell. E ka morë Allahu dhul Gjelal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas pari herë e ka quë Mesjidul Aqsa. Që ati ku po liftohet sa të pëtën. E mas e në pja ati hit e ka ngrit mbi qiell. Edhe ja ka bo nasib Allahu dhul Gjelal, këna folë shpeset me o zatet me pejgambert. Edhe është zatet me Allahu dhul Gjelal, kur është zatet me Allahu dhul Gjelal, ka thonë Aisha, a e pave Allahin? I ka thonë nurun e la era. Nur, qysh me pa pro dritën, a pëtanë. S'ka mujtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pave, do thot, bukurinë Allahut dhul Gjelal. Po e ka pa dritën, ka pa. Edhe Allahu dhul Gjelal e ka obligu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me 50 namazë. Edhe masën e tu këthit e mbrap, e ka vetë Musa a.s. A keve të Zoti, po, shka të obligoj? Më obligoj me 50 namazë. I ka thonë, unë e pi përvoj, shka e këm pas me Beni Israel, 50 namazë janë shumë, pale a mujnë mi bon, unë me tjota për jo, shko, kërko për Allahu dhul Gjelal, që me ta zvoglu numërin. Edhe ashtë këthije, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të Zoti I vetë, me kërku falit që për me zvoglu numrin, të këte erti sa Allahu dhul Gjelal e ka bohe 5 vakte. Edhe Musa I ka thonë shko, këthau edhe njëherë. Ka thonë, jo mo, po më vjen marrë, mu këthi. Edhe qaj që ka I falë 5 vaktit, e ka se vapin e 50 vakteve. Sukur mi pas falë 50 vaktit, shka Allahu dhul Gjelal I ka obligu. Për shka?
se me islam një vepër shpërblehet mas pakti me 10, e disa me 20, e disa me 30, e disa me 700, disa pak ofesu, për shka është puna e Ramazanit. Po qaj njëri I cili falit 5 herë dit, e ka se vapin sykur, mu pas falin 50 namazë. Inshallah Allahu më gjler, na I pranon. E tash, këtë vere, Miraxhi, na shka kena qef me festu Miraxhi. Pse? Se feshta është për muslimanët, puna e namazit. Po gabimi ma I madh ku është, që qëto njerëzish ka katër një herë festojnë Miraxhin, venë se me falë namazin, shka bojnë? Kënojnë ilahia, kënojnë Kur'an, bojnë program, ku jenë puna e namazit, harrojnë mu falë. E cila është ma më rëndësi? A është ma më rëndësi me festu, apo është ma më rëndësi me falë namazin? Inshallah Allahu më gjilal në drejton. Ma më rëndësi është me falë namazin, se qëka është urdhë, shka Allahu më gjilal e ka urdhënue, se sa është me festu. Pse? Se historikisht sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë festu për punën e Miraxhit, po çka historikisht janë konë për atinve shka I kanë falë namazin gjithmonë edhe pa nalë. Inshallah Allahu dhul gjilal na ban për atinve shka e falë mi namazin gjithmonë edhe pa e nalë. Për shka? Për atë arsye se falja e namazit ko ka shumë e lidh me imanin tonë. Me imanin tonë. Ashtu që kemi shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na thot: "Men hafadha alaiha kanat lahu nuran." Kush e ruan namazin e vet, do thot e fal vaktin e vet, ha? Kur del përpara Allahu dhul xhelal namazi vet pas ka më kon drejt, wa burhan, pas ka më kon uzim, wa najat, pas ka më kon shpëtim, yaumul qiyamah, ditën kur dalim përpara Allahut dhul xhelal. I kenejt pro gati namazit, namazijat bëhet drejt për ti, bëhet uzim edhe bëhet shpëtim ditën kur dalim përpara Allahut dhul xhelal. Wa man lam yuhafidh alaiha, po kush nuk I nen gati namazit, lam yakun lahu nurun, nuk bëhet namazit I na drejt, pas nuk bëhet burhan uzim, wala najat, pas shpëtim. Wa kana yawm al-qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. E ka më kanë pra ditën e kiametit me qëto njerëzit më të poshtër që Allahu dhul xhelal I ka përmendur në Kur'an. Kush janë ato? Janë pra Qaruni, Firauni, Hamani edhe Ubay ibn Khalaf. Janë këto emra që I këna shpjegu shpesh herë në xhami, inshallah Allahu dhul xhelal na ruaj. Pra e joni është me zgjedh. Apo do që namazijat ditën kur dalin përpara Allahu dhul xhelal më kanë drejt, e udhëzim e shpëtim, apo mos I nej gati, atëherë kur nuk I nej gati, jemi këtë gjeneratën e njerëzve më të poshtër që e kanë dunja, shka Allahu dhul xhelal I ka përmend për ibret, për punë të këqija. Allah I na ruaj. Për këtë arsye pra transmetohet një tjetër hadith prej Jabir ibn Abdullah, për këtij sahabijës të madh, çka thot: "Bejnë rregjul wa bejnë shirk wal kufr tarku salah." Mes njeriut edhe mes shirkit, çka është? Është lënia e namazit. Tarku salah. Do thot ki hadith ka ardhur në Musnedin e Imam Ahmedit. Do thot na duhet me zgjedh, apo don më kon musliman, apo don më kon shka mushrik. Mushrik shka është? Qaj njeri I cili nuk e njeh Allahin e vet. Si mos ta falsh namazin, pra nuk jepi atinve shka e njeh Zotin tanë. Ama si ta falsh namazin, jepi atinve shka Allahi është me ty, edhe në ditën e gjykimit edhe në këtë dunjë. Po ashtu,
ka hadith tjetër, shka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Besa të cilën na e kemi dhënë Allahu dhul xhelal, edhe ata qertë të cilët nuk ja kanë dhënë besën Allahu dhul xhelal, çka është? Namazi. Ha? Femen terakaha faqad kafar. Çai i cili e ka lënë ka bën kufër, naudhu billah. Pse si të mojt besën që e ka dhënë Allahu dhul xhelal. Na pra si musliman ja pas me dhënë besën Allahu dhul xhelal që më falë. 5 herë, çashtu që na ka urdhëruar Allahu dhul xhelal miraj. Edhe kjo është do thot për haditheve shumë të forta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men salla salatena, kush e fal namazin sikur na shka e falmi, wastakbala qiblatena, edhe kush drejtohet ka kibla jon, shka drejtohemi na, ha? Wa akala dhabihatena, edhe e han kurbanin ton që e kena prej na. Fadhalika al-muslim, që kemi pra është musliman, alladhi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasuli. Do thot është musliman i cili është nën mbrojtjen e Allahut edhe nën mbrojtjen e pejgamberit vet. Ha? Apo nën besën e Allahut edhe nën besën e pejgamberit vet. Fala tukhfiru Allah fi dhimmatihi. E shka po thot mos e tradhtoni Allahin në besën të cilën ju ja keni dhënë. Do thot na ja pas me dhënë besën Allahu dhul xhelal që kena mu falë, pun t'i pas me mirë. Po nëse nuk falmi, e pas me tradhtu ka Allahin mas parherë, masane pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu është një hadith tjetër të cilin po e transmeton Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu. Abdullah ibn Mesudi është njëri prej sahabeve shumë të mëdhaj që e ka komentu dinin e Allahu dhul xhelal mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot mas vdekjes pejgamberit janë konë 4 Abdullaha që kanë konë ulema. E një prej tyre është Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu. Çka thot? Thot e kënguve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men sarra an yalqa Allah gadan musliman falyuhafidh ala haula'i salawat. Kush ka qef nesër me zatet Allahun dhul xhelal si musliman, le t'i ruan qëto namaze të cilat na i ka lip Allahu dhul xhelal. Fa inna Allah shara'a lakum sunan al-huda, sa Allahu dhul xhelal ja ka bon juve obligim do sunetit shpëtimit. Wa innahunna min sunan al-huda, edhe ato janë sunetit e shpëtimit. Walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalla hadha al-mukhallif. Edhe nëse ju thot tentoni veç ta për shtëpiat e juve më fal, mos më dal në xhami më fal, ha? Sigur çka bojnë që ata çka e kanë devijue rrugën e Allahut, la tadraktum sunnana nabiyikum. Keni milon sunetet e pejgamberit juaj. Wala taraktum sunna nabiyikum la daltum. Po nëse e leni sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, keni mu bë dalalet. Ha? Ai ke po disa veç që falin farzin edhe burru dalin, ose të shtëpia veç farzin e fal sunetin nuk e fal, çka bëhen dalalet, pse se nuk i ka mbrojtje. Wa ma min rajulin yatatahharu fa yuhsinu tuhur, nuk ka një njeri i cili merr abdes edhe e merr paçt abdesin, thumma yu'idu ila al-masjid min hadha al-masjid illa kataba lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasana. Njeri kur të merr abdes edhe niset për me shkuar në xhami, për se cilin hap që e ban, ju shkruhet ka një sevap, edhe ngritet nga një shkallë të Allahu dhul xhelal, wa yakhtuha anha biha sayya, edhe ju fshihet nga një gabim, pi gabimeve të mëdha, wa
ولقد رأينا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يختلف عنها إكنا po shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur nuk janë largu pi namazit illa munafik ma'lumun nifaku me përjashtim që atina që ka konë munafik shka konë munafik lëkitina i qartë ولقد كان رجل يؤتي به يهادى بين الرجل حتى يقام في الصف thot edhe në vaktin e sahabeve thot dani kush nuk ka konë bashkë mirë me shnet e kanë marrë dy veta njoni ka gjatha njoni ka e shmajta e kanë pru në xhami për më ardhen në saf do thot i kanë nimu për më ardhen në saf qështu pra a konë gjendja e sahabëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë çështje pra, lutim Allahun dhul xhelal me na bën për atinve çka e falin namazin rregullisht dhe pa nda, pse se kush për fal ka namazin e pas ka dritën e Allahut, e pas ka udhëzimin e Allahut, e pas ka shpëtimin e Allahut, ndërsa çaj që nuk e fal nuk i ka këto çama. Për këtë çështje pra duhet me nejtë shumë hazër namazit, mos mu bon prej munafikve. Se qaj qka nuk falë namaz, ashtë pina munafikve. Inshallah, Allahu dhul xhelal në runë dhe në banë për atën me qka i bojnë asejde Allahit. Pse se insani, kur banë sejde, ashtë mas afërmi ndaj Allahut vetë. Inshallah, Allahu dhul xhelal pranon ibadetet tona, edhe pranon adhurimet tona, edhe pranon namazin tonë. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة